Gjykata Supreme ka refuzuar kërkesën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që në Junik të shpallën të pavlefshme zgjedhjet komunale të 12 tetorit, që të urdhërohet KQZ-ja të bëjë pastrimin e listave dhe që komuna të shkojë në rivotim. Aktgjykimi i Supremës la në fuqi vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të para 5 ditëve. Komuna udhëhiqet nga Rushdi Shehu i LDK-s, i cili edhe me 12 tetor doli i pari me 48% të votave. AK-ja ka pretenduar se Shehu i ka fryrë listat e votuesve me njerëz që nuk kanë mbiemra të njohur për Junikun dhe që nuk kanë as prona brenda komunës. Në aktgjykim theksohet se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar listën e votuesve me 6 shtator pas përfundimit të afatit ligjor për ankesa. Të njëjtat janë pretendime irelevante pasi edhe sikur të qëndronin si të tilla në këtë fazë të procedurës nuk mund të shqyrtohen e as të jenë objekt shqyrtimi, sepse PZAP-ja në këtë fazë të procedurës nuk mund ta shqyrtojë listën e votuesve. Në aktgjykim po ashtu thuhet se personat që janë të përfshirë në listë të votuesve kanë të drejtë të votës, përderisa lista e tillë nuk është atakuar asnjëherë pranë KQZ-s. Kolegji i Supremës ka konstatuar se me pretendimet e AK-s mund të merren organet hetuese. Nëse rezulton se kjo është bërë sikurse pretendohet, mund të jetë objekt shqyrtimi i prokurorisë për hetim të mundshëm në drejtim të elementeve të veprës përkatëse penale, por jo si paregullsi që lidhet me ditën e votimit. Të shtunën KQZ-ja shpalli rezultatet përfundimtare për 35 nga 38 komuna. Junikun bashkë me Mamushën dhe Prishtinën e la në pritje deri në përfundim të afateve për ankesa e shqyrtim. Vendimi i Supremës është përfundimtar dhe palët nuk kanë të drejtë ankese. Banorët e Junikut do të dalin edhe në raundin e dytë të zgjedhjeve.